Mijëra automjete të vjetra përfshihen në trafikun e kryeqytetit çdo vit, ndërsa transporti publik po vdes. Kjo çon në kolaps të plotë të sistemit të trafikut në qytet dhe betejë të përditshme për vende për parkim. Brenda vetëm 5 viteve, në trafik janë përfshirë 18.824 automjete të reja. Në vitin 2018, në Shkup janë regjistruar rreth 150.000 automjete. Në të njëjtën kohë, transportin publik në qytet e përdorin 8 milion pasagjerë më pak. Për shkak të motorizimit të popullatës, vendet e lira për parkim në qytet po bëhen raritet i vërtet. Zyrtarët e qytetit nuk kanë bërë analizë se sa vende parkimi mungojnë, por thonë se Shkupit i mungojnë mbi 8.000 vende parkimi. Ndërtimi i parkingjeve të reja nuk e ndjek trendin e rritjes së numrit të automjeteve. Ndërmarrja publike, parkingu i qytetit, që është përgjegjës në nivel të qytetit, vitin e kaluar ka lëshuar 500 leje për parkim, më shumë se sa ka vend parkime. Më shqetësuese është gjendja në komunën Qendër, ku ndërmarrja publike, parkingu i komunës Qendër ka ndarë 9.200 bileta për parkim preferencial, ndërsa ka në dispozicion 5.100 vende për parkim. Për shkak të mungesës së vendeve për parkim, gjelbrimi po shkatrohet nga vozitësit e pakujdesshëm, ndërsa automjetet po parkohen edhe në rrugë. Ndërkohë, Merimanga po punon pa ndërprerë, ndërsa shoferët po paguajnë gjoba. Duhet të ndërmerren një sër masash për të parandaluar kolapsin me parkimin në Shkup. Qyteti i Shkupit urgjentisht duhet të bëj analizë për numrin e vendeve për parkim që i mungojnë kryeqytetit. Qyteti i Shkupit të ndërtoj Park and Ride, parkingje në periferinë e Shkupit. Komunat e Shkupit të hartojnë plane urbanistike në të cilat do të paraqesin nevojën reale për vende të parkimit. Gjatë ndërtimit të ndërtesave, me ligj zgjidhet çështja se parkimet në ndërtesa janë falas dhe se nuk mund të kërkohet pagesë shtesë. Komunat të analizojnë të dhënat e grumbulluara nga parkimi zonal për të zgjidhur çështjen e mungesës së vendeve për parkim. Ndërtimi i objekteve për parkim të koncentrohet në pikat kritike. Me investime më të mëdha në transportin publik, qyteti i Shkupit të ul interesin për përdorimin e automjeteve nga banorët.